Kjo është komenti që i muri mas shumë të lajka. Nuk do me thonë që kjo parashikimi është vetëm për këtë personin, po përputhet me të gjithë juve që e ndini përputhje. Tash kjo është për juve që në aspektin shëndetësor, në të kalumen keni ndini harmoni edhe keni ndini siguri emocionale. Tash jeni me një situatë që ose me një moment jetës ju që keni një vendosmëri shumë të madhe edhe keni një qartësi shumë të madhe për ata gjërat ose mendimet që ju bojnë mirë ose që ju bojnë keq. Qaja që do të ndodhë në të ardhmen është që stresi, presioni edhe tensioni do ngritet gjatë qësoj muji të energjisë të virgjëreshës. Por, qaja që është e shkruar për juve është që ju keni mu largu për çfarë do situate që ja u jep këtë tensionin, presionin edhe stresin, ju do largoni edhe do e gjeni shërimin. Ato e keni shkruar edhe nuk mundet njëri me ja u largu. Për çështjen e punës, po më del që ose i largu për një situate në të kalumen, ose i largu për një personi ose për një shoqërie, çfarë do që t'jetë, mundet me qenë që edhe ki kërku shumë. Tash, besoj që tu ka hap një rrugë, tu ka hap një mundësi, tu ka hap një rrugë thjesht. Po qaja që është duke ardhur në të ardhmen, është që do ballafaqohesh me dy mundësi, do ballafaqohesh me dy rrugë, do ballafaqohesh mundet me qenë edhe që ballafaqohesh me dy probleme ose dy punë. Po qaja që është e shkruajtur me për ty, gjatë kësaj muaji, jo vetëm ty, po gjithkush që është në shenjën e virgjëreshës edhe që përputhet me këta, është që do keni sukses. Në aspektin e punës do keni fitime edhe do keni vlerësime në çështjen e punës. Në dashuri më dul që ke pas një thyrje të zemrës në të kalumen. Më dul që diçka ka mbaru, nuk e di saktësisht çka ka mbaru, po në lidhjen e dashurisë. Po tash jemi në një situatë ose në një pozitë që e ke gjetë një paqe. Edhe me qatë person që i ki qeni lidhën ose që i ki ndje këtë thyrën e zemrës, është gati sikur që i keni ndjenjat e barabarta edhe reciproke. Qaja që më del është që në të ardhmen çfarë do mbare që i ki majt ose që e ki ndi veten të mbi ngarkum për lidhjen e juj, që ndoshta ti e ki majt lidhjen e juj ma shumë, ajo do mbaron. Nuk do vazhdan ma shumë. E qaja që është